miq, ja ku erdhëm në episodin e 5 të Okul Sports, një episod që do të ndajmë në 2 pjesë. Do të flasim në pjesën e parë për kategorinë superiore, Abisnet superiore, dhe në pjesën e dytë për kombëtaren e Shqipërisë. 2 ndeshje shumë të rëndësishme këtë javë. Natyrisht pas nesër Andorra Shqipëri dhe të dielën Shqipëri Angli në orën 18. Ha më Kristi. Si shkoi java? Java ka shkuar shumë mirë para punës. Po? E dyta e punës është që unë po ndjej që kampionati po luhet. Po luhet kampionati. Po luhet. Kishim rënë në një letargji, po them ja 2 vjeçare ndoshta. Na kishte zënë gjumi. Është zënë gjumi dhe pavarësisht disa individ brenda në fushë dhe në tribuna mund të kenë kaluar pak ato limitet. Po i do futbolli këto. Mua personalisht, Edhe mua po. më ka pëlqyer gjithë ky dualizëm mes 2 ekipeve, Vllaznia dhe Dinamo. Pati edhe një Ignatja deri diku me Vllaznin, por le të marrim anën pozitive. Mua më ka pëlqyer kjo ngjarje. Donte një shkundje e futbollit. Donte të fute edhe Ignatja nëpërmjet kapitenit të saj, por komisioni disiplinës tha jo tha, jemi me Dinamo dhe Vllaznin. Po, e vërtet. Pavarësisht Aleksi kërkoi ka bërë një sqarim për gjithë tifozët që nuk ofendimet e mia nuk ishin për tifozët e Vllaznis, por si një ishin pra ofendoi presidencën e vet? Jo. Thjesht ke parasysh kur shfryn që një lojtar kur shfryn edhe për rezultatin edhe për barazimin, ke parasysh shan. Po. Ofendon dhe mos ja faturojmë, them gjithë Aleksit, sepse shumica e lojtarëve këtu atë fjalor kanë, sidomos pas një goli apo pas një nervozizmi. Megjithatë, kaloj te dueli që ka qenë kryefjala e kësaj jave, pavarësisht se luaj edhe një Elbasan, një Ignatja, të cilat po ashtu ishte një ndeshje për kreun. Vllaznia Dinamo gjithashtu ishte një ndeshje që tregoi nervozizëm që para se të fillonte. Është një duel tani Vllaznia Dinamo që po sfumon derbin e kryeqytetit Tirana Partizani apo jo? Është pak po e sfumon, deri diku jam dakord. Po është deklaratë pak e fortë kjo. Jo, s'është puna deklaratë e fortë, po vet pozicioni aktual, sidomos i Tiranës. Do të ngrihen tifozët e Tiranës dhe të Partizanit, do thonë që ajo është ndeshja më e rëndësishme e kampionatit. Ajo është tradit, edhe unë dakord jam me këtë tradit, por unë jam i bindur që domethënë 2 ndeshjet e ardhshme Dinamo Vllaznia dhe Vllaznia Dinamo, stadiumet do të jenë plot. Stadiumet do të jenë plot sepse përveç atij dualitetit në fushë që ti the, tani ka filluar një lojë e ashpër nervash. Ndërmjet Martinit, Edi Martinit dhe Ilir Dajs. Kemi një dyshe trajnerësh që po them Martini është betuar në thonjza për të risjellë titullin në Shkodër, që mungon prej 2001-shit, shumë vite. Po kemi foton që nga 2001-shi kush ka dal kampion. Po pra, dhe ai Martini ka qenë fush kampion me Vllaznin bashkë me Vjoresin Sinanin, pra me drejtorin. Tani të dy janë në rolin e drejtuesve të Vllaznis. Por ndërkohë kemi dhe Ilir Dajën, i cili nuk e pranon dalin dyti. Dhe Ilir Dajën që dhe ai trajner kampion normalisht. Kampion, pra, si thua, si e shikon ti? Unë e shikoj Krisi si një rivalitet mes të dyve, një rivalitet personal që pastaj ka shkuar personal. Nuk nisi personal sepse po të rikthehemi pak mbrapa në gjysmëfinalen e Final Fourit vjet. Ilir Daja ka tejkaluar ato limitet e veta mbas ndeshjes. Ka qenë i ashpër me gjyqtarët, po ashtu edhe me ata lojtarët apo stafin e Vllaznis. Po, normalisht aty ka patur intension, po ka patur edhe në fund kur kap me drejtorin Osmani, Tefik Osmani, domethënë që ka qenë drejtor te Vllaznia, dhe kjo ndoshta ishte pak e mbartur. Nuk besoj nga ana e Dajës, po ndoshta nga ana e Vllaznis. Dhe kjo është përçohet edhe te trajneri që është Martini. Dhe normalisht një shkodran që e ndjen më shumë atë presionin e qytetit, u shpreh dhe bëj atë lloj gjestes që ndoshta për mua nuk janë, po them, të justifikueshme, por thash, shojmë në pozitive, japin një bukuri këtij kampionati, sepse kishim rënë në gjumë vini.
Kishim rënë në gjumë. Po të kujtoj, Spalletti me Allegrin janë kapur me Juve Napoli para mos ka bëj disa sezonesh që janë trajner të mëdhenj, trajner kampion. Po. Dhe kur i shkon Spalletti për t'i dhënë dorën dhe Allegri që revoltohet, lidh xhaketën. Janë shfaqje që i duhen futbollit, do mos i futbollit tonë që sa vjen edhe në tribunat apo të shkallët e stadiumit janë bosh. Ka filluar një lojë nervash dhe mua Martini më kujton Mourinhon që do të jetë patjetër që është dhe ai lojtar, pra do të kupton ti. Unë isha në Loro Boriçi edhe e kam zakon domethënë që prek fushën përpara fillimit të ndeshjes dhe 10 minutat e fundit të ndeshjes unë zbres poshtë në fushë. Dhe e kam parë Martinin, natyrisht ishte një tension mes dy pankinave, e kam parë Martinin i cili ishte mbuluar në djers. Ishte mbuluar në djers dhe duhet ta kishte tensionin ja 20-22 do, nuk e di do, ishte. Kështu që po ta të kujtoj pak vllaznia ishte, po them, jo në ditën e saj më të mirë, ishte e lodhur dhe Dinamo ka patur 6-7 raste të pasura shënimi dhe sidomos fillimin e pjesës dytë, domethënë ka patur disa raste flagrante me Guindon. Po. Që pastaj e nxori me të drejtë trajneri Daja sepse ai nuk po ndez. Dhe pastaj kemi atë, kështu që ai gjesti ne nuk mund. Kishte një farë dëmtimi Guindo për ta plotësuar atë, e shprehu edhe mbas ndeshjes Daja. Po dakord, pra. Ishte deri dikujt detyrueshëm ai ndërim. Okej, po ai rasti. Po, rasti dakord. Se për të kthyer pak te sfumimi i derbit. Po. Është pak e vështirë për të folur për këtë sepse ne kemi histori prej vitesh për Tirana Partizani që kemi nisur me stadiumin plot që me Qemal Stafën. Nuk po kthejmë shumë vite më përpara pastaj se ka qenë tjetër lloj futbolli po. Po ta shohësh në stadiumin kombëtar, kur është stadiumi i ri, derbi gjithmonë ka ardhur në rënje. Po pra, ka disa ndeshje, derbi fundit ishte 9000 spektatorë. 9000. Pra nga pavarësisht se në fushë pati deri diku po loj. Dy derbet e fundit ka fituar Tirana 3-0 çuditërisht. Patjetër, po domethënë ti e the shumë mirë që ka disa ndeshje që numri spektatorëve po bie. Dhe prandaj unë them që dhe nga pozicioni i vet ekipeve. Po mirë, gjithsesi unë jam i mendimin që shumë e vështirë që të rivalizoj kjo vllaznia Dinamo me Tirana. Po në momentin aktual që ne flasim, sot është e martë 11 nëntor, në këtë moment unë mendoj që sfidat vllaznia Dinamo po e sfumojnë derbin Tirana Partizani. Ky është realiteti. Tani të shohim ndodhi, po ne nuk jemi profet. Ka një lloj tradite ajo ndeshje edhe kur ekipet janë, po them, në vend të fundit prap ka një lloj ndjeshmërie tjetër. Po gjithsesi, dueli vllaznia Dinamo i bën shumë mirë kampionatit dhe i ka dhënë një shkundje të mirë dhe kjo besoj që të vazhdoj. Dhe kjo përplasja mes trajnerëve, këto grintat mes trajnerëve, këto kunjat mes trajnerëve janë pjesë e lojës, janë apo jo? Po kemi dhe Moviolën që ka qenë e diskutueshme shumë kjo ndeshje. Përveç deklaratave, tensionit, ironive, sarkazmit që kanë përdorur trajnerët para dhe pas ndeshjes. Kemi pasur dhe rastin e Moviolës, që është, po ta shohim, është viza blu dhe viza e kuqe dhe Bekim Bala i cili ndodhet në një pozicion me mbrojtësin, pozicion shumë të dyshim dhe shumë themun mund të jetë me centimetra apo ndoshta edhe me milimetra dhe ne për fatin e keq që në kampionatin shqiptar nuk kemi një lloj cilësie vari që ta japim, po them, llokum për tifozët atë rastin. Kjo është e diskutueshme, nuk e di si të duket ty vini, është pozicioni i rregullt apo un po i bashkohem një deklarate të një ish gjyqtari ndërkombëtar, Lorenzo Emini, që për mua është drejtor le edhe pak pamje po. Që për mua është më i miri, gjykimin tim është moviolisti më i mirë aktualisht në tregun shqiptar dhe ka qenë për mua është ndër gjyqtarët më të mirë të gjitha kohërave. Ai tha që në këto raste ka interesa prandaj. Po normal. Normal. Kemi thënë atë që po shaka ke bot. Dhe
në rastet e offside-it, është, si thua, është kompjuteri që ve 2 pikat aty dhe domethënë se kështu që duhet I besojmë varit në këtë rast. Themun, Shko, kjo puna e vizave është pak e diskutueshme. Sepse ne nuk kemi një VAR, e kam thënë dhe një tjetër që nuk kemi një VAR modern me 22 kamera, siç është një VAR në standardeve të larta që përdoret në botë. Ne kemi një VAR me 6 kamera. Kështu që problemi është vetëm te fotoja, te frame-i që ti kap. Ku vendoset ato pikat. Nëse ti ke një pamje të qartë, edhe pikat vendosen në mënyrë të rregullt. Kështu që kur ti ke një pamje nga një kamerë që le për dëshiruar, edhe pikat do len për dëshiruar. Çfarë bëjmë? Po gjithmonë do ketë polemika. Do vi një moment që unë kam thënë domethënë. Duhet vi një moment që të hiqet offside-i. Do ketë më shumë gola. Të hiqet offside-i? Po, pse jo? Po mund të bëhet një rëmuj, besoj. Ndoshta jo në nivelin e lartë, po në këto nivelet të poshtë mund të bëhet një rëmuj. Çfarë rëmuje? Po do ketë skema të ndryshme pastaj ri aty pas portierit. 2 gjëra do bëja unë. Do hiqja offside-in, edhe çdo prekje topit me dorë brenda zonës është penallti. Jo interpretim, jo e preku këtu, ishte e hapur. Mos ishte si rasti Kukureas që nuk u dha penalltia dhe mbas 3 muajsh UEFA I kërkoi falje Gjermanisë. Që Gjermania duhet ishte për vetimin tim kampion e Europës. Bëhet loja vetëm me penallti pastaj. Po do ketë më shumë gol ajo. Po nesër. Të bëhet më treqës futbollit. Dgjoj, unë në këtë rast, sepse në këtë rast shive çfarë shikohet. Shikohet që këmba e futbollistit të Dinamos ka prekur vizën blu dhe ka hyrë pak ke fusha e jeshile. Po mirë, po të shohësh trupin e balet. Shko, del pak supi. Po nuk e di, është shumë milimetrike është çdo gjë. Po unë si këtyre thash unë shkojmë pak dhe te dëmtimi Kallakut, I cili një dëmtim I vjetër. Po them që ishte një nga lojtarët I cili I dha një fytyrë tjetër Vllaznis, po ashtu edhe Kastrati, I cili dhe ai ka një edhe të vetmin rast që pati Vllaznia në pjesën e dytë ishte një gjuajtje e Kallakut. Dy janë shqetësimet për ta mbyllur vinin të Shkodranëve, është dëmtimi I Kallakut, gjendja jo e mirë e Kastratit për momentin, se ndoshta ai mund të rikuperohet më shpejt se sa Kallaku, dhe pezullimi I mundshëm I Martinit për atë gestin që ka. Nuk besoj se do të pezullohet. Ndoshta, nuk e di, Komisioni I Disiplinës ndoshta mund të ketë një rregullohet thoshte diku te 2 deri në 6 ndeshje maksimumi është parashikon domethënë Komisioni I Disiplinës. Kështu që këto janë ato. Unë jam I bindur 100% që ai gjest nuk ka qenë fare ka qenë totalisht I pamenduar, ka qenë një si thua kur ti mbaron ndeshja dhe nuk e di, nuk jam I bindur që dhe ai vet nuk është krenar për atë gjest, por nuk besoj që do të shkohet. Unë jam I bindur që ai gjest, ky është mendimi im, që ai gjest nuk I drejtohej askujt. E kupton? Nuk I drejtohej askujt. Kështu që po të shohim pak dhe deklaratën mbas ndeshjes, s'është nevoja ti vendosim tu sepse ato kanë bërë xhiron e rjetit. Po. Me Dajen I cili në fillim u shpreh që po I mësojmë Vllaznisit të luaj futboll, që ishte pak deklaratë ngacmuese. Dhe më pas me Martinin I cili ironizoi Dinamon si një ekipin e Durrësit, jo si të kryeqytetit. Këto janë ato thumbimet mbas ndeshjes, secili ndoshta në nervozizëm e sipër sepse kur ke mbaruar pas atyre emocioneve, zakonisht thash, cila ishte më e rëndë sipas teje? E rëndë kuptimin që se nuk bën ndonjë krim apo thjesht thumbim, ironizuan po degrada e Dajes apo e Martinit? Dgjoj, duhet kuptuar në thellësi deklaratat e tyre, që do të thotë. Unë jam I bindur që s'ka nevojë na e mësoj njeri që për mua dhe edhe për Dajen, po edhe për të gjithë ne që merremi me këtë punë, po edhe për futbolldas që kudo në Shqipëri, që Vllaznia është djepi I futbollit në Shqipëri. Me siguri Daja do ta ketë pasur për pjesën e dytë të ndeshjes, ku Dinamo e dominoi, mendoj unë. Nga ana tjetër Dinamo ka Selin
në Arban ka pikërisht. Pra nuk është Jo, ka një sponsor Durrës City. Po. Që s'ka lidhje me po nëse ti ke në bluz ke Fly Emirates, ti s'do të thotë që kështu që po pra sepse është abuzuar pak me këtë para një viti e gjysmë, është abuzuar me titullin e Dinamos e Durrësit. Aty ishte një projekt tjetër që s'kishte lidhje fare me. Edhe un kam qenë fillimisht u përfol që Dinamo mund të binjakëzoj me. Edhe un kam qenë në akademinë e cila është nga Ministria e Sportit. Edhe un kam qenë kundër kësaj në fillimisht, po pastaj jam sqaruar gjëre gjatë dhe ajo Durrës është sponsor. Pikërisht pra që ta sqarojmë edhe ata që na dëgjojnë që nuk ka lidhje Dinamo me Dinamo e Tiranës, ka Selin në Arban, ashtu siç mund ta ketë. Nesër mund ta ketë Selin dhe në Durrës, se Durrësi lagje e Tiranës është bërë. Do të thotë që nuk ka, thash, kanë filluar tani një lojë aq e fortë nervash dhe do jetë lojë gjatë. Prit se jemi vetëm 11 javë. Dhe sa më shumë do kalojnë javët, aq më shumë do shpresohet loja. Pas kemi për të parë spektakël të pak. Pa diskutim fare. Sepse kjo i bën dhe ndonjëherë është e shëndetshme për garën. Kishim rënë në gjumun, e kam thënë. Atëherë prekim edhe pak Tiranën dhe dëgjoj, dhe do të triumfoj ai që do t'i shkojë lojës deri në fund. Është një tip Big Brotheri. Big Brotheri në fush. Unë di se shokte për ta mbyllur. Vllaznia luan keq, por merr pikët. Ky do jetë ajo thika e Vllaznisë për titullin kampion. Ndërkohë Dinamo luan bukur, por nuk është e pisët. Kështu që këto do përballen, mendoj unë, dhe në fund të sezonit unë mendoj që bashkë me Egnatian dhe Elbasanin që janë, ndoshta mund të përfitojë edhe një tretë, mund të shohim atë dyshën që përplaset dhe përfiton një tretë. Një tretë që mund të jetë Egnatia patjetër, mund të jetë Elbasani me Ivan Gvozdenovic, që është një super trajner dhe që është aty qetë e tjerë. Do flisje për Tiranën? Për Tiranën sepse më vjen keq shumë. Ka një impakt Tirana, duam ne. Po, Tirana është ekipi më i titulluar në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Dhe ta shohësh në këtë gjendje, madje në fundin e ndeshjes, ai ta siguroi një video sepse isha në stadium ndeshjen kundër Avorrës. Po. Dhe do e vendos drejtori tani, këtu janë lojtarët, kapiteni Dembele, i cili ishte prapë me një performancë zhgënjyese. Këtu gjithë tifozët ishin duke shfryrë ndaj kapiten është Dembele? Dembele, po. Po çfarë lidhje ka Dembele me Tiranën, për shembull? Okej, ka ardhur në Tiranë. Lojtar të huaj tani. Po dakor, po. Kanë qenë edhe Najdovski kapiten. Po pse nuk mund të jetë nuk mund të jetë një prodhim i. Po mi atë mbajnë ndoshta si më të mirin, si më lideri, nuk e di. Lider Dembele. Është vendosur, ka ndryshuar trajneri dhe kapiteni nuk ka ndryshuar, është po i njëjti. Po. Megjithatë, po jo sikur trajneri ja dha shiritin dikujt tjetër apo jo? Jo, në fillim. Nuk ndryshoi. Jo? Dembele ka qenë. Okej, dakor. Ndoshta nuk ka qenë dëmtuar Dembele dhe ka marrë diku tjetër, po. Ja, e tmerrshme. Si një njeri, si një person që jam lindur dhe rritur në Tiranë, më dhëm shumë. Më dhën shumë dhe Tirana dhe Partizani, duhet t'i shoh lart. Futbolli shqiptar është mësuar t'i shohë lart. Unë në fillim aty bashkë me Vllaznin, bashkë me Teutën, bashkë me Skënderbeun, bashkë me Egnatian, bashkë me Elbasanin. Këtë pjesën e komunikimit në fillim nuk e mendoja që ishte aq serioze një ekip, sepse po të shohim dhe jashtë merren vesh gjithë, po. Ktu në Shqipëri realisht komunikimi është në dëmin tënd. Flas komunikimi mes lojtarëve, komunikimi me arbitrin, komunikimi edhe me kundërshtarin, komunikimi me stafin. Te Tirana për shembull, një faull nuk protestoi asnjëri. Kot, një protestë. Lojtarët nuk e di, ishte një rast, shkon një nga ato Vorrës, një ndryrje të fortë nga mbrapa, fare. Pa gjak. Fare pa gjak. Ja, kjo pikërisht. As ju kthye, as që Tirana e Agustin Kolës, cilin e përshëndes sepse po i ke shumë larg. Jo, e kam takuar tash që ka dalë nga spitali etj, po unë nuk dua të nxjerr foto domun pa Agustini gëzon shëndet plot. Shqyr. Është në ADN-n e Tiranës, ajo gjaku, grinta, për çdo top, për çdo luftë, kurse këto. Prandaj të them që duhet një që t'i shkund ata, por kam përshtypjen që kjo periudha pushimi 2 javor i kombëtarës do t'i bëj mirë për Nuhiut që t'i njohë. Shpresojmë sepse ka një ndeshje shumë të fortë në Vlorë. E vërtet. Janë edhe Vlora po ashtu kërkon pikë nga ana tjetër. Po. Vlora të paktën ka një lloj sinjali që me atë lloj që po bën mund të marrë dhe pikë. Po.
e tregoi dhe në javët e fundit. Pavarësisht se ka penalizuar 2-3. Ndërkohë dhe Tirana dha një sinjal me derbin, po ishte derbi ka ikur. Ishte sinjal, ishte një 5 ndeshje nga 4 ndeshje nga derbi. Sinjal falso. Të luaj vetëm në derbi po thua. Të pres derbi për të marrë pikë. Për të marrë pikë. Kështu është pra. Prekim edhe Partizanin pak sepse arriti që të fitonte me përmbysje me Teutën, një ndeshje Isha Durrës. Ishte në Durrës. Nuk e besoj që do fitonte Partizani, me të drejtën, të jemi sinqert. Dëgjoj, super coaching nga Oltion Kërnaja. Jo. Po e mbështet. Patjetër. Okej, dakor. U shpall trajneri javës. Okej, dakor. Nga 2-0 ta kthesh në 3-2, ka bërë ca ndrime fantastike. Pra, një lojtar që nga Partizani B e solli superiore dhe luajti, shnoi 2 gola, barazoi. Jam skeptik, pra, nuk e di pse. Nuk jam patjetër. Ti bën shumë mirë që mbështet. Jo, vazhdoni qëndroni skeptik, ju ai ecën. Unë jam skeptik, por unë them lajmin që Orges Shej sapo ka dhënë dorëheqje nga Ballkani. Mos ndoshta po bëhet gati për një rikthim te Partizani apo jo. Te Partizani, se di. Pa ludoj pak, nuk është ska asnjë lidhje këtu. Ishte në Durrës të dielën për të ndjekur ndeshjen, po. Nga ana tjetër një coaching është trajner shumë i mirë Dobi. Po i besoj penalltin. Shej mos gaboj po të ndryra pak këtu. E vendos drejtori në foto ka dalë trajneri i vitit në 2022-shin. Ka dalë kampion. Po. Ka dalë trajneri i vitit. Po. Dhe tashmë te Ballkani nuk është se jeci shumë mirë, dhe tashmë lajmi i fundit që ka dhënë dorëheqjen. Ka dhënë dorëheqjen. Ndoshta pritet një rikthim. Po. Kryeqytetet e tij ishte aty në Durrës, ai kishte në tribunë apo. Jo, ishte me mos ndoshta ka parë nga afër Partizanin, po e lit kështu, me që ka qenë në Durrës, sepse Durrësi me Dobin besoj nuk besoj se do të ketë ndryshim. Jo, Dobi është. I beson Dobit. Dobi është afat gjatë aty. Po shko, ndonjëherë bëri një gabim. Kur mos thua jo. Bëri një gabim Dobi. Kur ndeshja ishte 2-1, mori penalti Teuta për 3-1. Po. Ja dha një lojtari që nuk ishte shnuar dhe donte të zhbllokoj. Mirë, okay, ndodh kjo, asë penalti një ndeti. Shko, Teuta me atë që ka paraqitur gjithë javë, i lejohet një hap. Kjo është një fitore me shumë bonuse për Partizanin. Për vazhdimin. Jam i sigurt. Një fitore të, domethënë ti me Pedri mos më ngroh fare. Ti nga 2-0, ta kthesh ndeshjen në 3-2 dhe nga 2-1 ta kthesh në 3-2 me një lojtar më pak, është kështu. Besoj se e bëm një panoramë apo jo? Po. Presim këto 2 javë dhe tani i themi tung për të rikthyer në pjesën e dytë me kombëtarën. Do rikthehemi pjesën e dytë me kombëtarën.